Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet më të fundit. Big Brother VIP Kosova, Big Brother VIP Albania dhe Ferma VIP. Në fakt kanë filluar shumë pyetje të shtrohen rreth këtyre formateve. Fansat të Big Brotherit janë duke pyetur të gjithë se kur mund të startoj ky format. Po të futemi në TikTok, në Instagram, do shohim shumë fotografi nga personazhe të ndryshëm, do të shohim shumë lajme të ndryshme që i takojnë në fakt Big Brotherit, Big Brother VIP 5-s në Kosovë, Big Brother VIP 6-s në Shqipëri dhe Fermës VIP. Dikur këto formate, siç duket, bëheshin në kuadër të banorëve të kastit, të cilët në fakt luftonin se kush do të fitonte betejat dhe kush do të ishte në qendër të vëmendjes, por siç duket viti 2026 vjen krejtësisht ndryshe, duke e shpallur një luftë mediatike mes Fermës VIP, Big Brother VIP Kosova dhe Big Brother VIP Albania. Ju e dini shumë bukur që Ferma VIP këtë vit përfundoi shumë më herët, do me thënë 10 ditë më herët se sa ishte premtuar në fakt në televizion që do të ishte Ferma, dhe të gjithë u shokuam dhe shtronim pyetjen pse kaq herët përfundoi Ferma. Normalisht dihet audienca është ajo e cila në fakt dëshiron që të vizitoj vende të ndryshme tropikale, jemi në kohë të nxehta, vera nuk është e fokusuar në ekran dhe u detyruan që të mbyllin Fermën VIP më herët. Por nga informacionet tashmë edhe të konfirmuara, Ferma VIP pritet që të startojë në tetor, do me thënë ndryshe nga të gjithë sezonët që ne i kemi parë, Ferma VIP do të jetë me një kast krejtësisht tjetër, do me thënë do të startojë në muajin tetor. Kjo që tregon që do të jetë një konkurrencë e fortë, fillimisht një herë për Big Brother VIP Kosovën që dhe Big Brother i starton pothuajse në nëntor dhe një herit edhe Big Brother VIP Albania 6. Do me thënë këto janë lajmet e para që në fakt kanë të bëjnë që vinë rreth Fermës, me patjetër që do të vazhdon të jetë Eduard Grishaj si regjizori i kësaj ferme, dhe unë mendoj që të tre regjisorët që në fakt krijojnë këto formate kanë vënë një sfidë më vete se cila do të jetë nga reality show më të shikuara. Nuk e di se si do dahet audienca për të ndjekur këto reality show dhe për të tërhequr publikun për të komentuar në fakt rreth këtyre ngjarjeve, sepse tre formate në të njëjtën kohë besoj që do të jetë një bum i madh për publikun, por siç duket Ferma VIP tashmë është një konkurrent e fortë për dy formatet e tjera që pritet të startojnë. Njëra në nëntor Big Brother VIP Kosova si gjithmonë dhe tjetra në dhjetor Big Brother VIP Albania.